Studio Sport, emisioni përjavshëm në RTS Shkodra mbrëmjen e së mërkurës u ndal tek humbja e Vllaznisë në Vlorë, me flamurtarin 1-0, për të cilën analisti Apollon Haxhi dhe komentatori Fatmir Efica në lidhje direkte u ndalën tek luhatjet e kuqebluve. Mori agresiviteti, mori grinta, ekipi si ishte hiç nivelet si ka luajtur në ishte tjera, me atë presim ultra ofensiv, me ata. Domethënë ishte një lojë krejt tjetër. Lojë më avash, më akademike. Çdo edhe patëm raste tona që mund të krijote, po të bashin gol, ishin për gol, sepse ekipi prap është ekip krijues, krijon, por jashtë asaj formë fizike. Momenti i penaltis dhe shënimi i golit nga Blonjatët tregoi për atë ambicje të kësaj skuadre, e cila natyrisht ishte e etur për fitoren e parë. Keqardhje që këtë fitore të parë ja mori skuadrës kryesuese Vllaznisë. Vllaznia nuk është hera e parë që humbet në këtë mënyrë, ka bërë humbje të tilla edhe në Rrogozhin ku kemi qenë edhe së bashku. Ndërkohë, çështjen e volejbolistes braziliane të Dinamos, ku Vllaznia së bashku me Pogradecin dhe Partizanin janë pjesë e kërkesës për verifikimin e parametrave gjinor, e shpjegoi trajneri kuqeblu Dorian Tafa. Është me të ardhë keq, për se si po përdoret. Por tham që ne kena bërë vetëm diçka që është brenda numrave të caktuara dhe kërkesa jonë është realizu një muaj përpara duke ruajtur çdo privatësi dhe duke mos cënu absolutisht pjesën e testit gjinis me atë pretendim që kanë pretenduar ekipi Dinamos. Gjatë minutave të këtij emisioni u diskutua edhe për turneun ndërkombëtar të handbollit si dhe kategorinë e dytë dhe tretë në futboll.